Ai ishte trajneri kombëtar i Dinamos edhe i sillin, i merrte diku. Dhe jo, i merrte. I merrte. Dhe pandaj po thosha në sportit vinin. Ka qenë në Kuçov. Nëse kemi edhe 2 fotografi, mos gaboj. Nuk kemi foto. Okej. Ilir, kam një pyetje. Tani libra për sportin, ku shkruan tjetër nga gazetarët për dy ju? Ka botime se nuk ka gëzuar. Fatmire Fica shkruan për Kavajin. Po libra tjerë për qytete ka, për futbollin flas. Ose edhe për sportin. Shiko, jashtë modestisë, unë librin e Peshtatorit e kam prezantuar në RTS Korça. Po? Jashtë modestisë kam marrë janë zënë atje, sepse thoshe ka dhe Korça. Korça kishte një libër që ishte me 40 faqe. Me disë tjerë më fal, e kemi tani XDZ. Xhoda, përshëndetje Xhoda. Se jemi në fund të Përshëndetje. Tani ku ndodhet dhe si është situata aty me jam ke hoteli, hotelin kombëtare, sa da janë në mbledhje. Nga ora 10:30 deri 11:30 janë të gjithë në mbledhje dhe nuk lëvizin. Jam me gazetar nga Alban Hasani tani këtu, po s'ma varr shumë, se ka impenjime dhe rëndia. Gjendja është ajo që u thash, pjesa më nga biseda me Starovun, me Mone Asambelliun, me Benderviqën, me shumë antarë komitetëve ekzekutiv. Problemi është vetëm sulmi si përcaktuar fare. Pjesa tjetër e skuadrës është ajo që thamë ne të gjithë. Vetëm sulmi, po ne për sulmi ndonim ose ata tjerë ne i dini vetë. Sulmi do na bëj gol. A është e pamundur që të zbulohet dhe është e pamundur se s'është koha ende, domethënë mbas orës 2 ai do të mbledhë ekipin që ta thotë. Nuk ka pranuar të flasë asnjë gjë edhe me shumë mirë besim ju luta Shkodranit që në sulmusit jarova të i kënë trajnerit Shkodran Amdi Sali, po më tha është e pamundur Xhoda, nuk të them do të asnjë gjë. Është vendimarrjes është një vendimarrje shumë e rëndësishme, përshëndetje shumë e rëndësishme, përshëndetje shumë e fortë që ka Luturi, presidenti vetë shumë për të gjithë ishim në një linjë. Është një ndeshje shumë e vështirë, por do ja dalim. Do mundohemi t'ja dalim. Tani me këmbë në tokë, jam të gjithë me këmbë në tokë. Dilema në qendrën e mbrojtjes, domethënë do jetë Ajeti apo Ismaili? Thonë që Ajeti se ka treguar qëndrueshmëri dhe në kampionat, por në 3 ndeshjet e fundit është vlerësuar me nota të larta edhe Ismaili. Po besoj që Sibino nuk është nga ata që ndryshon kollaj, dhe siguria që i ka dhënë Ajeti, besoj që do jetë Ajeti. Po, Bledi, ke diçka se dhe në fund jemi që mund të Jo, ne do i themi vetëm që ishte kënaqësi. Po, Bledi, është një nga qytetet më të ftohta që kam parë në jetën time në prag të një ndeshje kaq të rëndësishme. Ka një ndeshje kaq të nxehtë, temperatura aty është shumë e ftohtë. Ti ke qenë në Rusi, më ftohtë se Rusia. Roland, se Miko Starova desha ta kapja, po më doli jashtë. Do ishe fantastike sikur të flisim me Starovën. Po, nuk e di jam, prit pak, po e thras edhe. Po, në qoftë se do ta realizojmë do ishte shumë e bukur. Ja, mbyllet e më marri prapa jo regjia sa ta thrason, i shkoj. Okej, studio. Duket që ka një hermetizim Bledi për formacionin, është normale mëse. Jo, më normale. Është normale, ai e shpall kur do ai. Ne jemi të sigurt, Landi, që çdo që të zgjidhë trajneri, çdo lloj skeme, çdo lojtari do ketë pluset e veta dhe minuset e veta. Çështja është kush do ketë më pak minuse. Në çdo lloj këdo një gabim. Po këdo që të hedhësh, ti mund të hedhësh brojën, ai mund dëmtohet. Dje po flisja me një kolegu tim me Max Tashin që është bënte emisionin në ABC News, ku jemi bashkë. E thoshte do doja më mirë që Broja të luante fillim titullar sepse po ta futësh pjesën e dytë dhe ti kesh bërë zëvendësime dhe ai mund të dëmtohet dhe do ngelesh me 10 veta. Sa ajo është ndeshje që mund të jetë edhe me shtesë. Po të vijë punë. Kështu që duhen të parë gjithë aspektet, po fund. Ajo ndeshje që është barazimesh me shtesë dhe me penallti, Po do shkojë atje. Është ndeshje vendimtare, nuk ka ndeshje dytë, njësh. Edhe ky hermetizim, edhe kjo tërheqje kështu në optimizëm është unë e mendoj pozitiv, më thënë nuk e mendoj që fluturojnë. Më thënë janë mbyllur mos i shqetëso. Ti nuk mundesh e para vetë trajneri ka përshtimin që ka dyshimet e veta. Dhe është krejt normale të ketë dyshime. Për te dyshim po edhe për të kryer situatën. Ish trajneri don Debiazi, ne thoya ke pas një dyshime në vendimet e tua, tha kush nuk ka dyshime, tha nuk ka mendime. Po nuk dyshove, nuk mendon. Gjithmonë do dyshosh për diçka. Nuk është ti nuk mund të jesh
domethënë kaq i pagabushëm. Gjithmonë ti mund të mendosh që mund të gabosh. Atëherë do ta kontrollosh mirë atë që mendon dhe që do të bësh. E dyta, diskutohet që kjo gjë mund të shkojnë edhe kundërshtarit sepse aspekti i spionimit sportiv, si spionimi industrial, ushtarak ekziston dhe ai nuk dëshiron që det. Okej, sërish kemi Xhodën, ndoshta është me nuk e kemi? Kemi një problem. Okej, nuk e kemi. Okej. Po. Ajo është pozitive edhe kjo tregja, jo pozitive. Në kuptimin që ata janë diçka të trembur. Edhe ky Urban, ky s'ka folur fare. Herë të tjera ne kemi dëgjuar 4-5-0, ndërsa ky është i tregju, është një ekip i mirë, një ekip i kompakt. Domethënë e vlerëson ekipin. Nuk është çdo trajner profesionist. Po, një profesionist nuk bën aventura, nuk. Ne na kanë ofenduar në kuptimin e ekipit. Trajneri mund të thotë një gjë. E kemi të kërkojnë ndjesë, e kemi këto momente Xhoda. Është pa mundur starova me Iko, po do marr të ta dërgoj me videokell më vonë, ti bëu një intervistë tani sta kesh për mbasdite kështu. Okej, të falenderoj shumë Xhoda, të falenderoj shumë për gjithçka që bëre për Dekanot këtu ndritare. Do ta dërgoj unë me Starovën dhe këto lojtarë këtu. Okej, të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Është plotësim për ju. Të falenderoj. Tani jemi në fund, në këtë do doja vetëm një mendim për ta mbyllur, domethënë edhe parashikim. Kjo është pjesa më e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Puna është që unë jam i çik natyrë që e kam shumë të vështirë të bëj një parashikim kur e di që unë nuk mund të qullos gjë kur i thon, sepse ka më shumë kokë. Jo, nuk bëj llop. Unë një herë vetëm kam luajtur në kotën e Verozhës, kam fituar, pasi s'kam luajtur. Se në atë kohë s'kam luajtur. Po sa vjeç je ti valla, 100 vjeç je ti? Jo, nuk jam 100 vjeç, po jam goxha. Edhe për mua do jetë gjëja më e mirë që ne të arrijmë paktën ta çojmë ndeshjen në barazim, edhe ndoshta me penallti të fitojmë sepse presioni është tek ata. Besoj se presioni është tek ata. Dhe portieri jon përgjithësi penalltit edhe i pret. Ata portierin titullar nuk e kanë, shpresojmë që. Me kë luan portieri tyre? Portieri tyre luan me Bolognin në Itali, Skorupski. Po. Ai është dëmtuar. Është ndeshje e vështirë Landi. Ne kemi marrë çik shumë me eufori, është ndeshje e vështirë dhe me thënë siç e themi ne kemi ndeshjen jetës, ata e kanë në ana ekonomike, sepse situata ekonomike financiare e asaj federatës së polake është ora kemi hallin tonë. Mirë, pikërisht. Ata kanë presionin. Parashikimi yt? Çfarë? Jo, do ta thuash parashikimin. Se pastaj kur vetët e berberët atje thënë çfarë the ti? Çfarë the? Jo, thuaj parashikimin. Nuk inshallah zoti pa. Jo. Mirë, futi bëjnë një libër pastaj, parashikim mos bëj. Okej.